Dhe unë jam mirë njës për rilindasit e periudhës rindjes kombëtare shqiptare, sidomos për ata të fazës parë, sepse ata të ndikuar nga idejat iluministe evropiane filluan që përmes aspekteve kulturore të ngrisin vetdijen kombëtare të shqiptarëve për të organizuar në nivel politik, ushtarake, diplomatik për ta bërë Shqipëri. Njerëzit në kohën e perandorisë osmane, po themi, ma let kanë funksionu dhe kanë vepru në Stamboll, se sa që kanë vepru e funksionu këtu. Sepse mundësit për të vepru dhe për të strehua që kanë qenë më të mëdhaja, kurse këtu patriotet ose njerëzit që kanë dashur, i ka pengu pushteti osman, kjo është normale. Në vitin 1877, hyri vetë Rusia në luftë kundër perandorisë osmane. Dhe pretendimi i Rusisë ishte që të vej dorë mbi ujrat e nxehta. Ujrat e nxehta quheshin Adriatiku dhe deti Mesdhe, sepse ai që do zotronte Adriatikun do e zotronte rrugkryqin e botës. Dhe këtu ndodhi një përplasje shumë e madhe. Perandoria osmane ishte në defanziv të plotë dhe perandoria ruse me aleatet e Katandisit deri në portat e Stambollit. Por u dash kërcënimi i Britanisë Madhe në raport me Rusinë, e cila ju kërcënuan britanikët, pra në qoftë se Rusia do të vazhdonte marshin e saj për të pushtuar Stambollin, në qoftë se do pushtohej kryeqyteti i perandorisë osmane, atëherë perandoria osmane binte, dhe me këtë cënoshin edhe interesat britanike. Britanikët u kërcënuan që flota e tyre do të sulmonte prapa krave, flotën ruse, dhe me këtë rast Rusia arriti marrëveshje që në histori njihet me emrin Traktati i Shën Stefanit, është një marrëveshje ruso-turke e 3 marsit vitit 1878. Dhe me këtë marrëveshje u ndan zonat e interesit. Dhe shqiptarët e pësuan shumë, sepse më shumë se gjysma e tokave shqiptare. Tani me këtë marrëveshje do të kalonin në zotrimin e Bullgarisë, do të kalonin në zotrimin e Serbisë, do të kalonin në zotrimin e Malizi, dhe pjesa tjetër që do mbetej, prap do mbetej në sundimin e perandorisë osmane. Mirë, po, me këtë marrëveshje ruso-turke nuk u pajtua as Gjermania, nuk u pajtua as Franca, nuk u pajtua as Britania e Madhe. Pra thjesht ishte grupi fuqive të mëdha, i cili donte rishikim të këtyre vendimeve që u morën në kuadër të marrëveshjes ruso-turke. Dhe për këtë arsye, me iniciativën e grupit fuqive të mëdha u konvokua Kongresi i Berlinit. Po, pse shqiptarët kur s'kemi qenë pjesë e njërit blok të fuqive të mëdha? Nuk kemi qenë pjesë sepse... Po thëmë si analizë që ta kemi si shkollë për të ardhmen. Dhe kësha preferu në për shkolla mi bo London e historisë dhe të ardhëmërisë. Unë absolutisht, si është në favor, si në disfavor tonin, nuk hezitoj ta them të vërtetën historike në cilën besoj unë dhe të cilën në kuadër studimeve të mia modeste e kam konstatuar. Dhe përgjigja ime është kjo. Shqiptarët nuk ishin pjesë e aleatëve të mëdhej, sepse as nuk ishin forcë politike, as nuk ishin forcë ushtarake, as nuk ishin forcë ekonomike. Atëherë në kuptimin e marrëdhënieve diplomatike, pse ne ishim të rëndësishëm për tjerët? Në fakt ishim, prandaj u bëm, domethënë objekt ku të tjerët realizonin pretendimet e tyre duke dëmtuar gjithmonë interesat e popullit shqiptar. Duke bërë pazare me tokat tona. Dhe tashti ishte lidhja shqiptare i Prizrenit. Ajo që nxiti mendimin politik shqiptarëve dhe ja arriti që të bashkonte rreth vetes njerëz me ide të qarta. Natyrisht, kishte edhe njerëz prosultanist në kuadër të lidhjes Prizrenit, të cilën lidhjen nuk dëshironin, pa ata që kishin privilegje në kuadër të perandorisë osmane, pra funksionarët e perandorisë osmane. Dhe ata nuk donin që fati i shqiptarëve të shkputi nga fati i perandorisë osmane. Por gjithsesi, ishe ky mendimi tjetër politik që e donte Shqipërinë autonome dhe të pavarur, ai që fitoi, po themin thojza betejën në kuadër të mendimi politik shqiptar, dhe lidhja e Prizrenit nuk u orientua si lidhje me karakter fetar, po u orientua si lidhje me karakter kombëtar. Dhe praktikisht ky ishte shpëtimi jonë. Në kuadër të lidhjes Prizrenit pa 3 mendime politike. Një mendim politik shqiptar i moderuar që e shifte autonomin si fazë kaluese drejt pavarësisë plot. Grupi i dytë i mendimtarëve politik ishte ai që donte të shkëpuste me njëherë çdo lidhje me perandorisën osmane për të ndërtuar shtetin e pavarur, dhe ishte grupi i tretë që po themi kolaboronte me perandorinë osmane dhe natyrisht e informonte autoritetet e Stambollit në kuadër të tokave shqiptare për çdo lëvizje progresive dhe me motive kombëtare të shqiptarëve. Gjithsesi, lidhja shqiptare u themelua me 10 qershor të vitit 1878 dhe ja arriti që ta bënte sensibilizimin në një çështje e cila gradualisht po ngritej.
E dini si identifikonin shqiptarët? Shqiptarët e besimit islam që ishin shumicë i identifikonin si turq. Prandaj Perandoria Osmane nuk u njefte të drejtën atyre, as për shkollim, as për administrat, as për ushtri, as për asnjë institucion që do ishte autonom ose i pavarur në raport me portën e lartë, i themi ne Perandorisë Osmane. Shqiptarët e besimit katolik i cilësonin si latin, kurse shqiptarët e besimit ortodoks si grek dhe slav. Mirë po praktikisht, këtu kemi një mendim të avancum të rilindasve, madje ka dhe disa vargje që i shkroi Pashkovasa. Dhe të gjitha këto nuk kishin ndonjë motiv tjetër përveç mobilizimit shqiptarëve. Dhe shis ç'a thot, zgjonju vllazën prej gjumit zgjonju, të gjithë me një bez shtrengonju, mos shikoni kisha e xhamia se feja shqiptarit është shqiptaria. Pra, për rilindasit me ide progresive, ishte e rëndësishme që të bëj shteti, qoftë autonom, qoftë i pavarur, po që të bëj, sepse Shqipëria ka nosej. Ishte pastaj 3 ditë mbas themelimit lidhjes për Izraelin, ishte Kongresi i Berlinit. Në Kongresin e Berlinit, ato që vendosin ishin fuqitë e mëdha. Perandoria Osmane ishte humbse, Rusia ishte fituese e luftës. Sado që Britania e Madhe edhe Gjermania përkrahnin status quo në Ballkan, jo për hatër të Perandorisë Osmane, po për hir të interesave të tyre, sepse cënoshin interesat e tyre në rajon. Dhe tashti në këtë kuadër nuk kishte mundësi që shqiptarët të shkoqiteshin nga kjo prezencë osmane në tokat e tyre dhe të krijonin ndonjë aleancë me dikë që do t'i shpëtonte nga kjo kanosje që po i rrezikonte shqiptarët. Gjithsesi, lidhja për Izraelin ekzistoi 3 vjet, 1878-1881. Lidhja për Izraelit e bëri të njohur çështjen shqiptare në botë. Misioni diplomatik i Abdyl Frashërit dhe i Mehmet Vrijonit në vitin 1879, i cili ndikoi që edhe qeveritë e fuqive të mëdha atje, ata madje shkuan në Stamboll për të bindë autoritetet e Stambollit që është koha që shqiptarët të njihen si koncept autonom. Do bëhet bashkimi i 4 vilajeteve shqiptare në një, të njihet autonom nën sovranitetin e sultanit. Autoritetet osmane nuk e pranuan. Diplomatët shqiptarë shkuan në Vjenë, sensibilizuan qeverinë e Vjenës për kërkesat e tyre, shkuan në Berlin. Madje ka edhe ka pak manipulime, sepse Bismarcku a di çfarë thot për shqiptarët. Ata janë një rasë luftarake dhe po që se Perandoria Osmane nuk do t'i njohë të drejtat e tyre, do të ketë probleme gjithmonë me shqiptarët. Pastaj shqiptarët me Abdyl Frashëri dhe Mehmet Vrijoni si diplomat arritën edhe në Londër, nuk u pritën zyrtarisht. Mirë po, Ministri i Punëve të Jashtme dhe Kryeministri i Britanisë Madhe shfaqi interes për t'i dëgjuar këta burra, thuhet në dokumente, në thonë, të cilët kanë një çështje për ta trajtuar. Dhe ideja ishte që këta shqiptarë donin ta ndanin fatin e shqiptarëve me fatin e Perandorisë Osmane. Çështja nuk u zgjidh. Territoret shqiptare u cënuan, u dëmtuan, po jo aq sa ishte e planifikuar në traktatin e Shën Stefanit. Shqiptarët gjithmonë kanë humbë. Faktikisht shqiptarët gjithmonë kanë luftu, kanë treguar dhe rezultate luftë në teren, po në tavolinë kanë humbë. Është koha jonë që shqiptarët për herë të parë në tavolinë ja kanë arritur që të kthejnë faktorin ndërkombëtar në favorin e tyre. Është iluzore të mendoj që ti mund të bësh diçka, mund të realizosh kombëtarisht ose si shtet pa përkrajen e ndonjëherës të paktën prej fuqive të mëdha. Domethënë momentalisht në këtë periudhë kemi punë më mirë se kemi filluar me fitu dhe në tavolinë. Absolutisht i kemi shumë më mirë sepse shqiptarit kanë 2 shtete e gjys. Po, Kosovë, Shqipëri, Shqipëria është Kosova dhe shqiptarët Maqedoni janë edhe kategori kushtetuese dhe janë shumë elementi i rëndësishëm pa përfilljen e të cilëve Maqedonia nuk mund të funksionojë si shtet. E di çka kemi për gjynana? Shqiptarët në Turqi. Që janë me miliona. Nuk marr guximin të them, po për një 6 milion janë sigurisht. Shqiptar. Dhe shqiptar. Dhe tash kush janë këta shqiptar? Shqiptar është ai që është nga baza gjenetike, ai që i ka 2 prind shqiptar nuk mund të bëkon as turk as amerikan. Pastaj fëmijët nga martesat e përzira, dhe ata të cilët kanë shkuar shumë kohë po që ndjesin. Domethënë, në retrospektivë ata janë shqiptar po dhe ndjehen si shqiptar. Dhe numri total i këtyre kalon numrin e përgjithshëm të shqiptarëve në gjeografinë shqiptare. Pra ma shumë ka shqiptarë në Turqi, se sa ka në Shqipënia, në Kosovë, në teritorit shqiptare, në Maqedoni e tjerë. Pastaj pjesë që Kosova dhe Shqipëria duhet interesohen për ta, sepse nuk ka këtu tjetër. Janë shqiptarët e Malit Zi, që janë 7%, po që gradualisht po shuhen.
pastaj janë shqiptarët e Luginës Presheves, dhe duhet ngritet në nivelin ndërkombëtar dhe çështja e çamëve. Çamëria është zonë më e madhe se Kosova. Pastaj shfaqen dilema pa nevojë sepse institucionet tona nuk bëjnë diplomaci kulturore. Pse ka hezitime në botë hala e kujt është Nën Tereza? U munduan ta marrin serbët me idenë që Kosova ishte Serbi dhe familja Nën Terezës ka gjeneze nga Prizreni. U munduan ta marrin Maqedonët, sepse Nën Tereza kishte lindur në Shkopje tjerë. Ku jemi ne? Me frashin dhe besimin, nuk na njeh dynjaja. Dynjaja na njeh me Nën Terezën, na njeh me personalitete, me Ismail Kaderen dhe me personalitete që janë të përmasave botërore. Të kërkoj falje për këtë shembull, po me çështina dhe veten aty besoj nuk ka tërmbetje apo jo. Shumë ndër emisione që do të ngolitet në kokë. Ka qarqe regresive që fyjnë personalitetet kombëtare me të cilat na njeh bota. Dhe ky është fat i keq. Dhe për fat të keq, patriot më të mëdhej që i kanë pas shqiptarët ose i kanë denigruar vetë, ose është fut parja e enimikut e dora e shqiptarit, po praktikisht ose si kanë lënë rahat, po i kanë përguju, ose i kanë vra, dhe ky është fat i keq historik. Sepse nëse likuidohen kokat e kombit, atëherë nëse një komb, një popull mbetet pa tru, atëherë kush është e ardhmja atij populli? Ai popull është pa të ardhme.